Vijojnë monitorime dhe kontrollet në teren për gjatë vijës bregdetare të Imarës me fokus ruajtjen e hapësirave publike të plazhit dhe garantimin e aksesit të lirë për pushuesit. Kontrollet po zhvillohen në zbatim të hartës së stacioneve të plazhit, të përcaktuar mbi bazën e propozimeve të bashkisë dhe të miratuar nga Komiteti i Menaxhimit të Sezonit Turistik. Specialistë e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit janë vendosur në Llaman dhe në Imar, në bashkëpunim me Bashkinë Imar, dhe po zhvillojnë inspektime në teren, duke liruar hapësira publike dhe garantuar respektimin e sipërfaqeve të miratuara për qytetarët dhe vizitorët. Siç mësohet, Agjencia Kombëtare e Bregdetit po kryen kontrolle në të gjitha zonat bregdetare, me qëllim garantimin e standardeve të kërkuara për menaxhimin e plazheve dhe ofrimin e një eksperience sa më cilësore për pushuesit. Sipas kësaj agjencie, respektimi i hapësirave të miratuara dhe lirimi i sipërfaqeve publike mbeten prioritet për një Bregdet më të aksesueshëm, ku zhvillimi i turizmit ecën paralelisht me të drejtën e qytetarëve për të shijuar vijën bregdetare.